Përshëndetje zotri, nga telefonon? Lajmërohem prej Virgjinias, si zakonisht ju përshëndes Eli. Faleminderit shumë që jemi ne. Edhe ndje shumë mirë që po pyet, tema shumë e rëndësishme në këtë kohë. Po? Apo rritën çmimet. Po, më thuaj. Ta kisha thonë një rast që më ka ndodhur Po, mua. lutem. Unë e kam një motër, edhe motra ishte më e re, edhe në bisedë me nonën, si gurbexhi, menojshëm që një ditë do të fejohet edhe do ta ketë jetën e vet si na, pas vllazën e tjerë. Edhe shkon motra dhe i viziton një argjentar atje, do më marr disa ori, një qafore, një dorës, një nozën, edhe i zgjedh ato. Edhe i tham vëllau tem, motra ku po shkon Ferizaj, hajde shkojmë edhe na dalëm pak. Po? Edhe zakonisht kur jam shku në Kosovë gjithmonë edhe teshat e trupit na i kemi vesh ku shka i ka pëlqy, nuk e kemi pse jam pjashtë joti këtu, dhe me thonë kemi një bashkëpunim një jetë përbashkë shumë të mirë. Edhe ku shkojnë Ferizaj, po i tha motrës, ku i ke këshyrë? Motrë tha, te që kjo argjentari që të vlla, dhe ja ke që atë i kom ljone, e shkuva. Ku shkuva, mrana? Mirë më ngjes, vlla, u lodhe, një bisedë kështu thjesht, normale, vllazënore. Thash se di, më thash një çik që të i këshyri, se ari, diçka me marrë, thash po nuk e di. Që tha që to janë, so janë që kaq. Edhe të bisedu, të hinë bisedë për atë nivelin e arit sa ka dhe çmimet, edhe e poshtë që nuk ka zgjidhje e duhur, mendova që aja ka mendu që mos me harxhu vllaznin. Edhe po e tham, po që kjo që sinxhiri qafës, sa mundet me shku kështu tash, se s'jam hequr që blej diçka, ai ma dha një çmim shumë të mirë. Po thash, po nëse e shtojmë edhe një dorës kështu, ma dha një çmim bukur të mirë dytën, edhe tretën, 3 pjesë që i kish zgjedh motra, unë kur i zgjedhën atë shijen teme, ma dha një çmim shumë të mirë, për zotën u habita. Kur i thash, po thash kështu mi morë, thash se ti po e le çmimin, thash se na e dim që tregtari e ofron të... Pa fitu pak e diçka për vete, sigurisht, po. Po, edhe tha, nëse bashkë të nërë që ka çmimi nuk shkon një 400 euro ma pak. Aty e llogarita një 400 euro. Thashe, apo mi jep mund, thash unë i pimarë, unë alën këqyre. Tha 30 vjetë e punoj këtë punë, kur s'ma ka bëju për vlo, thash na jemi njerëz, nëse ty të pëlqen, që unë po t'i jap parë. Thashe që të trija që e kalon, aja qika, thash, leja tje, qka e ki, thash, ku gjë tjetër vesh mutër. Do të çmimet i fryn, i fryn çmimet edhe nuk është çudi. Është forma e komunikimit që njerëz bien atë gros. Po edhe ata e dinë që njerëz që vinë prej jashtë kanë diçka mundësi materiale më shumë, edhe e shfrytëzojnë atë mundësi. Nuk ka kur gjë të keqe këtu. Po pra, nuk a mendon që do vetëm në Kosovë apo? Nuk besoj që është vetëm në Kosovë. Për zotën me po si me thonë atë psikologjien e njerëzve që jetojnë edhe jashtë, ti lexojnë sot kush je, ka je, sa ki parafërsisht mundësi me e përballuar çmim. Po pra. Edhe të duket shumë normale, po pra. Krejt është normale, është tregti, një lloj tregu që oferta dhe kërkesa ta mundsojnë një çmim që sot ndoshta nuk është i përballueshëm për dikon, por që ja që është. Mu vetëm ka ndodhur edhe po më tha, po si mujtë më vllasa ti kështu tha me u kthy me veshja si tha se zakonisht në derën e hymjes kur të henda të dyqanin, unë mundohna me i kuptu, a është i Kosovës të qeton asë, tash pa unë jam i Kosovës valla. Edhe më vjen shumë mirë, edhe të falenderoj shumë për emisionin. Për zotin, për çdo mëngjes këtu në ora 10 të nashta të ju është ora